E lash Teslën mekanik mas 4 vjetëve. Edhe ato jo pizori se u prish diçka, po për qefi. Pa të marrë malli mas 4 vjetëve me pi kafe me mekanik. Jo, po që dini, Tesla jep garancion në bateri 8 vite. Garancion për gjithësi, për komplet kerrin, vetëm 4 vite. Kështu që pas 4 viteve e ki mundësin me ba një test. I thojnë end of warranty check, që i bjen kontrollimi para skadimit të garancionit. Aty kontrollohet kerri komplet, shyrët nëse ka ndaj pjesë defekte, ndrohet, çka ka mo riparohet, du më ju dhoni një tip. Për këtë kontrollimin, pasi që është ky vullnetar, duhet mu pagu. Pagesa ishte dikun 350 euro. Do më thonë ato kontrollojnë krejt komplet. Unë e përcjelli shumë me vite, faqe, video, shkresa, po edhe jam në përforume të Teslës, edhe si pas shumicës, do më thonë 90%, gjatë këtij kontrollimi nuk gjenë kur gjo defekte, përveç se ato pjesë të rotat, ato mbajtësat. Gjermanisht i thënë, kuja linka e qëto senet, për shkak se kerri është i ranë për mi 2 ton, na për gropa, na për sen, jëmë kanë na për disa herë në Kosovë, Shqipëri, edhe normal se dëmtohen pak, ose kanë luft, që ato ja u kanë ndru. Po, një fshehësi pi mu, kur ta qoni me bo warranty check, nëse nuk jeni vezvese që doni me kontrollu komplet krejt, edhe s'doni mi pagu që ato 350 euro, kur ta bani terminin nëpërmjet epit, e shkruni aty se ju keni dallu një farë zhurme, një farë defekti. Dyshoni se ka defekt. Atëherë ju e keni dhënë diagnozën, që do me thonë, ato duhet që ato pa tjetër mi kontrollu. Kështu që une që 4 vite e kam kerën, e kum ble 3, e njoh si fëmijën tem, kur një farë defekti tjetër nuk më ka ranë sy, përveç se qëtime që i kanë janë pjesë që herë do kur do kanë më prish, edhe e kum shkrujt se që aty po një zhurmë, ato që ato mi kanë kontrollu, edhe mos më kanë defekt. Shka i kushton Teslës 1000 kusur euro, kushtoj ke pundore edhe pjesë. A për Teslën si janë ato kur gjo, kështu që ti ndrojnë. Po krejt funksionon nëpërmjet epit. Nuk ki kur një farë kontakti me mekanik ose me dikan aty, nëpërmjet epit e ban terminin, e bje kerën aty, në ep e shtype lash kerën, në ep e she punën, çdo hap që e bajnë mekanikët, nëpërmjet epit vjen edhe mesazhi, hajde mere kerën, nuk ka qelc, nuk ka kur gja, shkon hyp kerrit edhe vjen shpi.